Tregu halal është rritur për 8 trilion dollarëve. Tregu halal është shndruar në një nga fuqitë më të mëdha ekonomike të botës moderne, nga ushqimet e garantuara me standarde të larta deri te kozmetika, mjekësia, turizmi dhe financat islame. Industria halal është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme, duke të kaluar kufit fetar dhe duke bërë një treg global me ndikim miliarda dollarë. Besimi, cilësia dhe transparenca e kanë kthyer certifikimin halal në një vulë garancie për konsumatorët e të gjitha kulturave. Samiti botror i halalit dhe ekspozita halal u hap edhe këtë vit në Stamboll, duke bashkuar pjesëmarrësit e sektorit global në temën forcimi i industrisë halal ndërmjet inovacionit dhe ekselencës. Nën kryetari i Këshillit Botror të Samitit Halal, Emre Ete, në ceremoninë e hapjes tha se koncepti i halalit formon një themel që mbron drejtësinë, besimin dhe dinjitetin njerëzor. Ai theksoi se qasja halal siguron cilësi në prodhim, ndershmëri në tregti, besim në marrëdhëniet shoqërore dhe drejtësi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Halali është bërë zgjedhja preferuar jo vetëm midis muslimanëve, por edhe midis një game të gjerë konsumatorësh që preferojnë produkte të pastra, të besueshme dhe etike, tha Ete, duke shtuar se tregu global halal përfshir sektorin financiar është rritur për 8 trilion dollarëve.